Edhe zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. A ndron ta shohim. Nëse ndron, unë ju njoftoj që pak më parë kam përfundu takimin me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, deputetin Albin Kurti, me cilin kemi shkëmby ide dhe diskutimet për sa përket konstituimit të Kuvendit Republikës Kosovës. Qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të mijat janë ato që ju i din. Unë ato që e kam thonë pas çdo dështimit së ancës këtu para jush, ja kam thonë dhe zotit Kurti përsëri që për PDK në shumë e rëndësi që sa më shpejt zhbllokohet kjo situatë, që konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës e që të hyet në fatet kushtetuese për zgjedhjen e qeverisë së ardhshme. Dhe për të ndodhur kjo, padyshim që privilegji kushtetues për ta propozuar kryetaren ose kryetarin i takon parti që ka dole para, në këtë rast koalicionit vetëvendosje Kurxha Alternativa. Por, me qenë se është hera e parë në historinë e parlamentarizmit në Kosovë, që një parti apo koalicion që s'ka shumicë parlamentare, po kërkon me zgjedh kryetarin ose kryetarin që dëshiron, atëherë normalisht që një gjë e tillë nuk mund të imponohet në mënyrë se siç ka ndodhur deri tash. Kështu që edhe zotit Kurti i thash që do të ishte mirë me mendu për kandidat apo kandidaturat të tjera. Ashtu që kam thonë juve këtu, ky është qëndrimi i PDK-s. Ne nuk kemi pas qëndrim bllokues mohues. S'na takon neve me asgjë kryetarin e kuvendit partisë që ka dalë parë. Asnjëherë në kaluarën nuk është zgjedh, as është votu një kryetar apo kryetare kuvendit prej atyre që s'kan marrëveshje politike. Ne s'kemi marrëveshje politike. As po merremi me çështje të tillë, qëndrimet tona ju i dini. Po përkundër kësaj, po them janë që ta votojmë një figurë që mund të jetë e pranueshme. Dhe tashmë janë spaku dy opsione prej kolegëve të opozitës që janë përmend që mund të kemë votat. Kjo pra ka qenë boshti i diskutimeve. Pjesa tjetër, nën kryetar as që diskutojnë, as që lidhen me diskutime për kryetar. Janë çështje ndome. Neni 67 i Kushtetutës e ka fjalin zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve, por kjo s'do të thotë që është e njëjta gjë. Sepse ai që deli pari, e paraqykimi 2014 si gjykatës kushtetuese e ka qartësu. Nuk më tha që ka ndryshuar kështu, sinjolën nuk muj me i interpretu, po unë besoj shumë fuqishëm që nëse dëshiron me zhblloku situatën edhe me zgjedh kryetar të kuvendit edhe me konstituu kuvendin, me hi në fatë kushtetuese, me tentu me bu kryeministër, ai duhet qysh sot me ndru kandidat. A ndron ta shohim. Nëse ndron, e kuptoj si vullnet për me zhblloku situatën edhe me konstituu kuvendin. Nëse nuk e bën, e shoh kundër.